Burim Piraj, deri sot nënkryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, ndodhet në studion e Kontaktit me të cilin do të flasim për largimet e sotme nga ky institucion, pra largimin e 2 nënkryetarëve dhe 2 anëtarëve tjerë të bordit të AKB-s. Përshëndetje, i nderuar dhe mirë se vini. Përshëndetje, mirë se vini. Pra, siç e tham, ju bashkë me disa të tjerë sot jeni larguar nga AKB-ja. Pse e morët këtë vendim? Të largohet dikush nga bordi i AKB-s nuk është diçka e re. Prej ekzistencës AKB-ja ka funksionuar vetëm me 1 kryetar dhe me 1 drejtoresh. Ta është të quajtur drejtoresh sepse legalisht kur s'ka qenë drejtoresha e emëruar ashtu mbas statutit të AKB-s. AKB-n e kanë lshuar shumë njerëz, shumë anëtarë të fuqishëm, të ndershëm. Mirë po të gjithë ata e kanë braktisur në heshtje. Çështja ka qenë se ndoshta raportet me zotëri Shahinin, edhe ne kemi pas të njëjtën mënyrë me u tërheq në heshtje nga AKB-ja. Mirë po, disa ngjarje të kohëve të fundit e kemi pa se nëse ne tërheqemi në heshtje, e keqja nuk mbaron me kaq. Prandaj, ashtu që të bëjmë me dije opinionit publik, sidomos komunitetit e biznesit, kemi vendosur që ne publikisht të dorëhiqemi. Ashtu që të tjerët të mos bien prej, siç kemi rënë ne deri sot. Po keni kërkuar nga prokuroria që të nisë hetime ndaj AKB-s. Ku i keni ato dyshimet kryesore që të fillojnë këto hetime? AKB-ja nga anëtarësia edhe nga donatorë të tjerë, të cilët ne nuk i dim përfatkeqësi, si anëtarë të AKB-s, si nënkryetarë. Nuk i kush janë donatorët? Nuk i dim donatorët, janë përmend donatorë të ndryshëm, na është përmend, na është ofruar një buxhet mbi 70.000 euro, kur nuk kemi mund t'i marrim detalet e shpenzimeve, derisa viti kalendarik përcakton edhe vitin e raportimit financiar mbas statutit të AKB-s, me 31 dhjetor nuk e kemi marrë një raportim të tillë. Sot është 30 marsi, një raportim i tillë nuk ka ndodhur ende. Edhe sot kur AKB po i transferon zyrat, po shkon në zyra tjera, ne si nënkryetar ose si anëtar të bordit nuk e dim pse po transferohet, se askush nuk është pyet. Të vazhdueshme të bordit dhe ai keni paraqitur këto kërkesa ndonjëherë në bordin AKB? Që nga 15 prilli i vitit 2015 kërkesa pare imja ka qenë statuti, i cili statut në formën e top sekretit nuk na është dhënë deri në tetor. Në tetor, me pranimin e statutit e i kemi pa detyrat dhe përgjegjësitë, dhe kemi filluar t'i kërkojmë detyrat dhe përgjegjësitë tona, po edhe të kryetarit të AKB-s. Ajo shumë ka qenë pengesë e madhe për kryetarin që është mësuar me punuesi në një biznes të familjes vetë, domethënë sa ashtu e konsideron ai. Të gjithë hyrat i ka pranuar ai, të gjithë hyrat i ka argjit i vetëm ai. Më thotë gjitha argjimet i ka bëj. Dhe i ka penguar shumë, nuk na ka dhënë raport, na ka dhënë një afat 29 shkurtin, se do t'i përmbledh raportet, ne kemi prit afatin. Të them të drejtën, përndryshe do të kishte shumë kohë që do t'ishim larguar. Po i kemi prit afatet e kryetarit të AKB-s për raportim. Edhe 29 shkurti nuk ka ndodhur, ai premtimi i dhënë nga kryetari, dhe ne kemi vendosur që më së miri është të mos tërhiqemi në heshtje sikur që kanë bërë ata që kanë qenë para nesh, po edhe nga ky bord janë tërheq në heshtje, pasi që ka kompani dhe anëtarë të bordit të cilët 3 mbledhje rresht nuk kanë qenë prezent. Mbas statutit, çdo kush që 3 mbledhje të bordit nuk merr pjesë, automatikisht i pushon anëtarësia në AKB. Statuti është ligj, edhe ligji duhet të respektohet. Tani zotëri Piraj, me largimin e juaj, çfarë do të ndodhë në AKB? A mund të funksionojë AKB-ja? AKB-ja ka funksionuar me 3 zyrtar. Një në punëse, një drejtoresh të ashtu quajtur, po thon, kur s'është emëruar. Mbas statutit duhet kryetarit i propozoj bordit drejtoreshën, bordi ta miratoj drejtoresha ka, ose drejtori, unë po flas konkretisht për AKB, drejtori ka mandat 2 vjeçar. Kjo nuk ka ndodhur, nuk dihet. Nga gjurmimi jonë i rrjedhave në AKB, i ndryshimit statutit AKB-s, vim në konstatim nga
zyra e divizionit për OEQ, që është pranë Ministrisë së Administratës Publike, se nga viti 2002 nuk është përditësuar asgjë në AKB. Kështu që edhe ne si bordi AKB-s juridikisht kemi funksionuar si bordi legal, pasi që në zyrën adekuate të Republikës së Kosovës, ku regjistrohen OEQ-t edhe ku janë të obliguara të raportojnë, ne nuk kemi figuruar fare se jemi, nën kryetar ose antar të bordit të AKB-s. Derisa ju sot keni dhënë dorëheqjen nga AKB-ja, kreu i këtij institucioni Agim Shahini ka mbajtur një takim me degën e AKB-s në Prizren, ku nga atje thash se AKB-ja është funksionale në gjithë vendin. Po, nuk është befasi ato deklaratat e zotit Shahinit i kemi ndëgjuar shumë shpesh në media të ndryshme dhe kemi pranuar një email ku e cakton drejtoresha një mbledhje të rregullt të bordit, e cila mbledhje do të marrët me datën 5 prill, a mbledhja materialin fatkeqësisht nuk ka asgjë nga materiali, po duhet që ju, edhe pse shikuesit e Tribuna Channelit nuk mund ta lexojnë, po ju vetë ta lexoni, shiko thot, tani do të kompletohet agenda dhe gjithë materiali për mbledhjen e ardhshme të bordit. Të nderuar anëtar, në emër të kryetarit zot Shahini, ftoni në të jeni pjesë e mbledhjes së rregullt. Të bordit ta. Mbledhjes së rregullt, ju lutem, mbledhja e rregullt do t'i plotësohet agenda të hënën, edhe materiali edhe rëndi ditës, nuk ka rënd ditës. Pra ju përgjegjës kryesor për këto dështime e bëni kreun e AKB-s. Ju lutem. Zotrin Agim Shahini. Ju lutem. Nuk do mend se edhe ndryshimi i zyrës, i lokacionit zyrës, i ka ato para pregaditjet e kryetarit. Sigurisht që kur del zyre 3, ka më humbur materiali, ka më humbur fakturat, ato gjonat, ato janë shumë, domethënë thjeshta për me ditë, edhe po më vjen keq kur ne kemi qenë pjesë AKB-s, kemi marrë pjesë me vetë financim, kemi përfaqësuar AKB-n jashtë Kosovës, në vendet ndryshme me vetë financim, nuk kemi marrë kur pagesa ose meditje nga AKB-ja. Ka antarësi AKB-ja? AKB-ja në bazë kryetarit i ka mbi 10.000 biznese. Praktikisht ne dyshojmë se ka 100 biznese të antarësuar. Praktikisht nuk është reale ajo që deklarohet. Edhe sot vjen çështja e një njorimit aq të thellë të disa antarëve të sinqertë që kanë ardhur me dhënë kontribut për me bën një lidhje mes institucioneve dhe bizneseve. Se qëllimi jonë ka qenë ta krijojmë një lidhje shumë më të fuqishme biznes-institucion, që të mundin të bashkëpunojmë që të përmirësohet klima e biznesit. Për fat keq, sot e kanë braktisë AKB-n njerëz cilët kanë financuar nga buxheti i vet, jo për të mirën e AKB-s, por për të mirën e gjithë bizneseve tjera, edhe për të mirën e bizneseve të vendit, edhe për klimën, përmirësimin e klimës së biznes bërjes në Kosovë. Kjo ka ndodhur, po nuk kemi mund ndryshe, pasi që si pjesëtar përgjegjësia juridike na takon edhe neve. Ne nuk kemi pas ndryshe si të tregojmë se nuk jemi të gjithë nën ombrellën e kësaj që ka ndodhur aty. Prandaj është desh patjetër publikisht ta hekim barrën juridike dhe ta denoncojmë atë që po ndodh në AKB. Pas braktisjes që po thoni që e keni bërë AKB-s, AKB nëpërmjet një komunikate për media tha se ju jeni të përjashtuar dhe njerëz të përjashtuar nuk mund ta dëmtojnë AKB-n. Për shkak, si thonë ata, nuk i keni përmbushur obligimet. Për çfarë obligimesh bëhet fjalë? Unë obligimet si kompani Meka që marr pjesë, zotri Shahini merr pjesë si kompania Hemo Agrokos, që është në prosinë e disa serbëve dhe disa ukrainasve, unë si kompani plotësisht vendore, i kom përmbush obligimet e mia sa po e kom marrë fakturën antarësisë. Edhe sot e kom marrë fakturën, nesër e kom bë pagesën. Këto shumë mirë e di zotri Shahini. Deklaratat të këtilla nuk më befasojnë as pak. Nuk më befasojnë, se kom dëgjuar shumë deklarata nga ky individ, dhe nuk është as pak befasi, po më vjen çudi pse nuk deklaroj dje. Ose pse nuk deklaroj para konferencës një gjatë të tillë. Kush e ndali? Pse e ndali? Ose ku ka një vendim të tillë që bordi e muar, domethënë nuk mund ta merr zotri Shahini atë vendimin, duhet ta merr bordi.
Pra ju thoni se me shkuarjen tuaj aty kanë filluar keqpërdorimet në qysh në start, i keni parë pengesat, keqpërdorimet? Po. Është ashtu pra edhe po vjen keq që bizneset ndoshta duke e parë praninë e disa njerëzve si ne që kemi qenë aty kanë pas një besim më të madh në AKB-n edhe kanë shpesuar se bëhet diçka, po ne kemi dhënë kontributin tonë maksimal që të ndryshon AKB-ja, që të zhvillohet AKB-ja, që të hapet AKB-ja, të jetë transparent AKB-ja, ashtu që t'i ndihmojmë sa më shumë zhvillimit të vendit, po ishte e pamundun ato që janë kompetencë jona. Ne besoj se në mënyrë shumë të ndershme i kemi shfrytzuar deri në pikën e fundit. Nuk kemi lënë mënyrë pa përdor çdo mbledhje me kërkesa të vazhdueshme, proces verbalet janë edhe nuk kemi lënë vend hapësirë për dyshim se ne nuk kemi kërkuar respektim të ligjit. A dyshon ju që kryetari Shahini ka përfituar materialisht nga këto keqpërdorime? Pasi që edhe keni ftuar prokurorin që të hetojë. Këtë pyetje ju do t'ia drejtoni zotit Shahinit. Pra ju nuk unë e di se ne si bord ose si nën kryetar nuk kemi kur shënimi të harxhimeve që kanë ndodhur aty. Ato e di vetëm një njeri, është zotri Shahini. Tanë në çfarë kërkoni? A duhet të mblidhet kuvendis, të mbahet një kuvend i ri që nga kuvend të dalë kryetari i ri dhe nën kryetarët? Asnjë nga të dorëhequrit nuk kanë pas tendenca të marrin udhëheqjen e AKB-s ose të marrin pushtet në AKB. Të gjithë kemi qenë të gatshëm të kontribuojmë krah zotri Shahinit. Ne mendojmë se biznesi ka nevojë për shoqata të mirëfillta, për shoqata të shëndosha që punojnë në suazat e ligjit, të cilat e promovojnë biznesin dhe normal avokojnë biznesin kundrejt institucioneve dhe gjëra të tjera të cilat mund të kenë bizneset. Mirë, po për momentin ne faktikisht nuk mund të japim mendime se çka të bëhet me AKB-n. Po me largimin e juaj tani, a dyshoni që do të largohen edhe antarësia? Praktikisht, juridikisht AKB-ja sot ka pushuar së ekzistuari, pasi se antarët e cilat nuk kanë qenë prezent në 3 mbledhjet të rresht të bordit, nuk janë më antarë të AKB-s. Edhe këta antarë të ri që kanë thonë, AKB-ja ma nuk ka kuorum të vazhdoj punën. Juridikisht është një institucion që e ka përmbyllë misionin e vetë. Edhe shpresoj që kjo konferenca për media të sensibilizoj komunitetin e biznesit, po edhe institucionet që të ndërpresin bashkëpunimin me disa institucione duhet i përshëndes, kur është fjala për institucionin e kryetarës së shtetit. Kryetaria moti ka ndërprer bashkëpunimin me kryetarin e AKB-s. Kryeministri i Kosovës zotri Isa Mustafa, të cilin edhe ato duhet ta përshëndes, edhe ai ka kohë që i ka ndërprer raportet me zotri Agim Shahinin. Pasi që edhe institucionet kanë një njohuri se çfarë po ndodh aty, se si zhvillohet AKB-ja. Domethënë nuk është se nuk kanë institucionet dhe njerëzit nuk kanë njohuri për AKB-n. Zotri Piraj, ne të falenderojmë për këtë intervistë. Faleminderit shumë për ju. Ishte kënaqësi. Ne të nderuar shikues, shkojmë në një blok të reklamave dhe rikthehemi sërish me pjesën e dytë të emisionit Kontakt.